Policia e Vlorës ka finalizuar një operacion ndaj një grupi të dyshuar kriminal i cili akuzohet për rrëmbimin dhe dhunimin e një shtetasi nga Kosova. 3 persona, Vilson Agaj, 35 vjeç, Orest Çorapaj, 18 vjeç dhe Julian Zogaj, 25 vjeç, u vunë pranga pas hetimeve të kryera mbi denoncimin e të ardhurave nga familjarët e viktimës. Shtetasi kosovar, 39 vjeçari Fisnik Xhaka nga Mitrovica, dyshohet se ishte mbajtur peng që prej datës 28 nëntor në një apartament në qytetin e Vlorës. Ngjarja u bë ditur pas ankthit të motrës së tij, e cila jetonte në Suedi dhe humbi kontaktet me të vëllain. Denoncimi i saj aktivizoi strukturat e policisë, të cilët arritën të lokalizojnë apartamentin dhe të ndërhyjnë në kod duke shoqëruar autorët e dyshuar. Hetimet kanë zbuluar se Xhaka jo vetëm që mbahej i izoluar, por ishte dhe dhunuar fizikisht, ndërsa autorët i kërkonin një shumë të majme, 70.000 euro për lirimin e tij. Gjendja shëndetësore e 39 vjeçarit pas lirimit kërkoi ndërhyrje mjekësore, ndërsa ai po merr trajtimin e nevojshëm. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesë ku mbahej pengu, policia i gjeti dhe sekuestroi një sasi të dyshuar të kanabis sativa si dhe një radiokomunikimi të ngjashme me ato të strukturave policore, e cila dyshohet të jetë përdorur për veprimtari të palishme dhe shmangje të kontrolleve. Materialet hetimore janë referuar prokurisë së Vlorës, ku 3 të arrestuarit do të përballen me akuzat për rrëmbim ose mbajtje peng të personit, prodhim dhe shitje të lëndë me narkotike dhe mbajtjen pa të drejtë të uniformës. Hetimet vijojnë për të zbardhur çdo rrethant dhe për të identifikuar nëse pas ngjarjes fshihen edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.